Jena arset me drejlen në Viti. Në katon në Vitis me vizitu një burë që është në shtrat tashat 18 vjetë. Gjemër Gjepi, ish pjesëtari UÇK-s, veteran i luftës, pati fatkeqësi dhe ka mbetë shtrat gjatë 18 vjetë. Historia e tij shumë interesante. Sot jemi këtu me porositë Golden Eagle, Shaqir Palushit. E kemi edhe stafin e tij këtu, po kena me pa në fund, cili është sot misioni jam e Dorelës për Xhemën. A shkojmë e takojmë Xhemën? Hajde. O, Xhemra Xhepi! A je excited? Ha? Ta fofsha hojnë, a je marbur? Qësh je? Si je? Po ta nxas që kjo qika jam, Dorela? Po ta nxas mikrofon që të Xhemën, aty? Që po ta lon një organ. Na, Luka, dal, po besoj që e ki okej. Dorela, dhe atje? Xhemo? Qësh je marbur? A je mirë? Nam një familore. A je lo? Po vëlloj ka pak, që është jo. Apo më mosh? Po ka pak. Ai fort. Zgjedi, Mirë, vetë familja. mirë gjithë. Mirë se keni orë, Mirë se të faleminderit kemë shumë gjithë, për këtë vizitë. mirë se të kemë gjithë. Zotë ju në rrugë, sa milimetra rrugë që kri po. Ndërrof ty edhe njerëzit që të kanë përkrahur dhe që të kanë konë ofër. I takum vllon ton në parën këtu në ballë në pritje. Edhe e pava të fort kështu me gajret. I pa dorëzum. Xhem. Po të shohim këtu fotografit legjendari bashkë me Bob edhe bashkë me Hamzën. Atje po të shohim ty me automatik në dorë. Kjo është skenaria jonë që sot na jemi edhe këtu dhe jemi në këtë vend të lirë dhe jemi në këtë vend i cili nuk një modhunas, terroras, genocidas. Por kësoj luftë, më dhe më thonë, s'kam shka flasti i orbi Prishtinës. Pa të nëllë kërkush, pa të maltretu kërkush. Je i lirë, hec, ka dush. E vërtet. Dhe dhe me thonë, falë ti tri shkronja aftarë, ta falë luftë të lavdishme. Jem ku jem sot. A je krenar për këtë pjesë, të rekom drejt. Po që shumë krenar më e borshë. Dhe me thonë, liria mbi gjitha, liria është shumë e shtrajt. Për aj që e din edhe kuptan. E aj që se din, pa ata që se din jam pak, veç ata që s'ka gjak shqiptari. Aj që s'ka gjak shqiptari në vena, aj nuk e din s'ka të me thonë liria. Se aj që ka gjak shqiptari, nuk e besoj që nuk di me vlerësu këtë luftë e këto tri shkronja. Po në gjykosën e liria tash, sigurisht i përcillon që mundon Haga, që mundon krejt trojet tona me këto tri shkronja të arta. Po besoj dhe shpresoj edhe jam krenar se do të triumfoj e vërteta mbi luftën e lavdishme të UÇK-s. Jam i bindur në Zot edhe në shpirt edhe në zemër që do të dele vërteta, jam i bindur. Domethënë luftën e lavdishme që kemi bërë luftë drejt. Ti, a i pendu në herë që ke luftun për i vend? Por që është më mendon? A i pendu, a i kena pishman? Ja, ta më punë. Ta më punë më miro pishman, kur heq. Kur heq, deri primën e fundit, kam qenë edhe do t'jam, qërto qysh jam. Mbështetës edhe për krasë. I krahit luftës dhe i luftës. Gjim. U kry lufta, jemi në pace, jemi në liri. Ti sigurisht je informuar se shoh shpesh në rrjetet sociale dhe je, domethënë, në hap me kohën çka po ndodh këtu. Vendi jonë kur s'ko më i zhvillum, kur s'ko më mirë. Erdha në për autostradën Orbe Xhaferi për Prishtinës dhe të ju këtu për një 15 minuta.
A e ki bo mend që bon në herë ky vend kështu? Po qaja në ka shti, qaja dhe më thonë, Ta ja ondër. qaja ondër, se e thash, liria është shumë e shtrajt. Po liria i ka të gjitha të mirat. Se lufta nuk është e mirë për as i popull, po luftën na i imponoi okupatori. Ma unë na nuk kemë që të rven, që të vene kemë, që të i bili edhe i birrit. Edhe u desht mi dollë për balë okupatorit, mas fori me mbrojt familjen, progën e shpis, edhe atë dhejun. Po sa në drejten, e tha bon mirë, me orë për 15 minuta, 20 minuta për Prishtinës. Ti mu imagjinu ma heret në kohën e luftës edhe para luftës. Kjo se nuk bën mi po gjonat keq ze, a kuptan. Se kush e ka mendu që vje shpëtimi apo që e babi Prishtinës në zhiti, për 20 minuta kur heq kërkush. Edhe komod. A? Edhe komod. Se ku na për te Pa tu pi. dirë kapja. Na për te pi. Pa tu dirë kapja për zim. Se ti më du me të lidhë rastin. Isha në qendrën universitare të bashkëtarisë. Në qatë kohë ishte Fatmin Lima, ministri i transportit. Por e pa të fillu autostradën. Ibrahim Rogova, rrugën e kombit. Po edhe në më honë deri në Lezan, po të thamë fillë tronë ka të ndollë për venit, me auto më thonë, drip shpejt. Si me hi në Lezan të knena, po dhoti së kuna për të pi. E kisha një mjek, edhe një mjek e Macedon. Ishin në auto më thonë për qasë të betë. Edhe kom full vetë me veti, pasaraj ata, po më ka dhë që ke full. Kom thonë a Fatmin Lima, edhe Livahës raj asfalt. Që ato e kom poshë dhe me thonë rruga është i jetë. Sigurisht, arterja kryesore. Dhe në Elezan, po da shpil tru do i me ndolla. Si mi e Elezanët e knena, ke që tërsena. Tjetër burë. Se të një në qunë në spitali, se kom nejtë. Në Gilanin të zirë një 6 muj. E që ato e kom lutë zëtë, se qatë ku ka qenë Fatmin Lima. E të një kjo farë, se të ishin Fatmin Lima, po da mistru edhe Livahës, da? Po. E unë e kom thonë vetë, Shtroj. Shtroj edhe Livahës, kuptan. Se rruga është jetë. Gjem. Sa vjetë të banë në që shtratë, do burë, apo më kalëzën, tajtë. Me 23 dhjetor 2005 i kom bërë 18 vjetë që të gjendje që përshë. 18 vjetë. 18 vjetë. 23 dhjetor 2008, 23 dhjetor 2025, 18 vjetë. Gjem, ti ki dy kampë e Të mbotume. të amputume. Gojet e poshtë kajti kam tjekta. Ngojët e poshtë këtë. Po përshem me ka një të rastome. 18 vjetë nuk e levizë. Ja, 18 vjetë. Që të shtratë që që përse. Në thonë jam me terapi, me plak dhe kupituse. Gjem, ti e patë një aksident të punu. Po, Urzova, po kem ka të punu. në 5 kileve. A ku ka ndodhë? Po këtu jem kohën të punu për firmën nga të ori Prizren. Ku ka ndodhë rasti? Këtu bashkë fshat, Po. se pa të fitu një tender për bashkësisë evropiane, e të një kom qenë si kryepunëtor në atë firmë. Edhe më ka ndodhë, dhe më thonë, 23 dhjetor 2008. Edhe, të më thonë, tasht jam hi për 19 vjetë qështu që shpërse. Për në më. Si që jena ka rreth, që ka për të manë gjallë ka zëmë taj për burë? Baloj, shpetim, njerës vëndet mirë, njerës që jam mopin Ka rreth. fjallë të mira, Vëndet. ajo shpresë dhe vëndet për jetë. Të më thonë njerës të mirë, njerës që të manë vinë vizitojnë për i Zotë Zotit, që ata njerës njopin vëndet dhe shpresë për jetë. Edhe krenaria luftës, sigurisht që Aja ajo diskutohet,
për ty... Ajo diskutohet, po, shembull, vizita njerëzve, domethënë, tamam që njerëz me shpirt dhe me zemër. Po gjim, apo më nja del. Vallë shpëtim, po njerëzve, po të ka dhe njerëzve vullnet mirë, pja dal dyqysh. Pja dal dyqysh e kam terapinë shumë të ronë, edhe në pesumi, domethënë, çdo sen nga shku në hava. Domethënë, jeta vo shumë e shtrejtë. Sa i ki gjem shpenzimet mujore që ty duhet me pas? Ty bëu... Për me mbjetu. Për me mbjetu jëmë në folë. Për shpëtim, terapinë në ndelë që të një 1200-300 euro në muaj. Çdo muaj. Vesh terapia. Vesh terapia 1200-300 euro në muaj. Po, se terapinë që e marë bornat, këtë do të më porosit vjoshtit, a kuptar? Tani kom bërë disa operacione, që amputimin e kam më kam bërë Turki, edhe po thamë, po njerëzve mundet mirë, ja kom dojtë deri qëto. A ka të na njerëz, sigurisht që ka, po a ka mjaftu shumë që me përthërku krejt edhe rastin tanë, edhe këtë rastet tjera se na përjetojmë këtë ben edhe dim sa ka nevoja dhe sa ka kërkesë. Po, ka njerëz mirë, se mës me posë kësi njerëz, Me shumë tokë. edhe tokës në manë. E vërtet. Rasti i fundit është Shaqir Paljushi, konvensioni Godaniga, a im kanë ndihmu me 10.000 euro. E dim që ti kanë ndodhë të mjero, për ata dhe jemi sot këtu. Porosia konë e shaqës se në ma arë sot këtu, edhe e kompanisë Futex. Aja kompani po ndihmon shumë edhe po bën punë të mëdha. Tybe, une nuk e kom njoft këtë Shaqir Paljushi kur jetë, mirë po e kom përcjell, puna ti nuk do ka mente, a kupton? Nuk dën. Një punë shashi i thëj kallavës nuk dën. Ja, nuk dën. E të ky s'kish laf muhabet, po punë edhe E vejtë. krym punën shaqa. Ja, Te ky lap muhabet nuk ka, se më Ja, të ky punë. punë edhe vepra konkrete, a kupton? Jo më thash, a kupton? Ju vetëm të gjema, sa e poshita, të ati ke shqiptaria këtë Kosovë. Po zem, me kun kështë pas qef, me ndajtë sot për shumë, që ty të thalip zemra. A kone një që se ke pa matër ka marrë malli për ta. Po vëllohë, kom plot për plot. Ose gjallë, ose atyre që nuk janë në mesin tonë. Po, e thova atë të vdekurit që Po. ka ngru jetë, Edhe të gjallë. tash me 26 mars, e ko përvjetorit, jetë e dhimi, komandant Bjekra. Një vjetë pa i rrisovë. Po, prej maspori e fillua me Jazia, e prej gjallëve, shemull që shpëtimi, po, ka dhe njerë që shpëtimi shumë, a kupton. Po, kam shumë dhe kam njerë shumë. Po të kujtohet komandant Bjekra, po t'bjen edhe nanër, a? Nanër përshë. Po, vada. Po, se... Po të në drejtin, jo për atë e po jem gjendje, me thamë para kujna dush, se Njazia është ademja shori dytë. Qasi betimi ka po saj, qasi drejtimi, edhe a i ka qenë edhe pjestori luftës edhe Kosovë, po në lugin edhe jetën. Lavdi për këtë të ramëve e respekt për juve që jeni gjallë në mesin tonë. Faleminderit shumë. Doreli, po shumë emociona, ki diçka me pyta që në gjimë. Ki diçka me thoma që në gjimë. Qa i kështë e thonë njerëve që përna ndjekin? Po, unë mas pari ju përgëzoj për punën që të bërë shpëtim, mas pari të uroj shëndet e suksesi. Edhe jetë të bëhë edhe ti punë dhe vepra shumë të mira dhe shumë të noja, e të uroj suksese, dhe i shumë dhe vesprinë e marë. Gjemra, im do po punë të vogla,
punën e madhe e keni bo ju, që keni ka pushkën, e na për që lëvizim 20 minuta prej zyreve për shtëpia vosh puna minimale që mund me bo një njeri normal. Po e Kosova se ka vetë një shpëtim desk. Po që cili e kryen është ka një punë të vetën që duhet me kry, po na bashkë me Golden Eagle jemi në lëvizjen këtë muj ditë edhe jemi tu mundu me bo një punë të mirë dhe me vizitu njerëzit që ka nevojë. Po Dorela? Çka kujton ti pikos luftës? Po qëre lufta nuk është e mirë, po lufta nuk ka imponu. Të më unë okupatorja, po armiku në imponoj. Mirë po kam kujtime shumë të kupton. Po thëmë drejtën kujtimet, i thash shembull rosti një zjazëbit këpatat pjekrës. Cilin vend kishe posë me vizitu? Po me të në Kosova. Po Par kund ka marrë malli gjemë, cilin vend ka marrë malli me shku për bu? Po vendi maj shejti për neve shqiptari është Prekasi. E vërtet. Ajo është për neve vendi shejt. E Se vërtet. po dy kryekomandanta, Adem e Hamzi Ashori, dhe me thonë, ata i kim posë kryekomandantat luftës, që ata i tregun botës që në Kosovë ka shqiptar, edhe din me mbrojt progin e shpisë, me mbrojt atë dhejmë. Gjemë që të kam jetë peng për këtë botë, që kështë pas qef me realizum në këtë botë? Unë e di që sigurisht kërkesa jote e vetme është me mujt me lëvizë dhe me mujt me dalë pak, mu qu prej këtij strati tash 18 vjetë, të shku për 19, po çka ki në zemër një peng që ty ka njëherë të ngushton kështu si? Më konë sa më të bashkom, se shumë jemi përqa me zveti. E vërtet. Shumë ka përqori më vaja, po këto bimon politika. Nga se unë jam i smut, nga shta dikojna e vret kja fjole jame, po politika ka bo përqori më vaja. Që aty kisha bo thirja pa apel, sa më të bashkom, a kuptan më konë shqiptaria, sidomos nga në Kosovë. Edhe mos me arrut kalumën, se 26 vjetë shtot, nuk harrohet për 20 e kusur vjetë. Shpejt. Po të në drejten, jo që pe thot gjima, po këto kanë thonë edhe para gjime, se dhe më herët, një popull që harron kalumën, është rrezik që mund me jo përsërit. Që ashtu e komunisti edhe mi, edhe që ashtu me thamë edhe unë sot. Edhe kjo është shumë fjallë sa hija, për e vërtit. Gjem, a ke provu, e the që i ke amputu gjymtyrët në Turki, Po, a ka mundësi për një protezë që ti s'pakun protezë. me konë në karrocë, mos me konë veç në shtrat? Cila është mundësia që ti me uqu për këtij shtrati? Mundësia është vetëm me më njargu për i shtratit, bërën s'paku, 1 orë apo 2, 24 orë me më njargu për i shtratit. A ka në mundësi? Shumë pi përbandaj vestit në rëshim për shtratit. Po unë kam raportin mjekësore në disa shtete evropiane, në Francë, në Hollandë, në Gjermani edhe në Zvicër. Ata vetëm Zvicra e ka kthy diçka, se pa konë në durën të pacienti, Sigurisht, nuk s'mundesh me... mujna me dhonë as kosa, as shpeba. Se rasti si i gjimës, nuk o gjimën këtë qendje. E ka një kosë të bukur të madha, kupton? Trajtimi jam të malë mjekësor jashtë verit. Zvicra më ka kthy kantoni Docërit, po më ka mundësu 6 muaj me u trajtu në Zvicër, 6 muaj në Sloveni, në Ljubljanë. Se i njëjti spital ka qenë i Zvicrës në Ljubljanë. Ama kosta më e lirë në Ljubljanë. Dhe me thonë 1 vjetë me zgjatë trajtimi jam, po 6 muaj në Zvicër, 6 Në Ljubljan. në Ljubljanë. Ama Ljubljanë ka 4 çmim. Kosta ma Ma e e lirë. për shkak standardeve, për shkak...
Sigurisht, Se ka së të madhe. ata, unë se kom ditë, ata ma kanë thonë Ta kanë tregu. se për me ikë që se kosta, se kosta është e pa përballueshme. Sigurisht. E ata ma kanë mundësu dhe ma kanë tregu këtë realitetin. Unë i kisha bo thirrje gjem këtë njerëzve që përna shohin që ata që dinë, kanë informata dhe kanë mundësi me të lejmëru, në po ta bëjmë publik numrin tënë telefonit në këtë video, që kushdo që ka mundësi ose me të vizitu, ose me të taku, ose me të ndihmu në secilin formë që mundet, unë besoj që ka shqiptarë plot, edhe që kanë bë punë të mira edhe vazhdojnë me bë punë të mira. Po besoj që dikush prej shqiptarëve tonë dashur këtu dhe jashtë vendit ty me të gjinë ofër, edhe me të ndihmu me mundësinë ata që kanë. Po shpresojmë që gjendja jote më përmisu që ti spako që të një orë që për kërkon 24 orë, spako që të orë me pas mundësi për me dale, me lëvizë. Qysh pja dhe? Po, Vëlloj, po njerëzve se janë shumë njerëz aku. po, që të ndihmojnë. Po Rosi ma i presë Po, i zotërisha Qelpalushit, me 10.000 që euro. mos hi me emna, kupton? Po, Se ka shumë fola aty në njerëzve se Sigurisht. nuk janë 18 orë apo 18, po, 18 vjetë, janë shumë. 18 vjetë, për 19 kemi i tash. E mos hi me emna se nështë muj me hi në hak dikujna, kështu që i jam një njës. Ti je me njës për krejt që të kanë në ofru ndihmë dhe i tash. Edhe me njerë kush e ka një muzime, i jam një njës edhe falënderues për jetë. E shteti ju në gjem, apo një më nejsan. Po, Ti në ashtë kini penzion të veteranit luftës. po pensionin e kom morë 6 muaj, më 6 muaj ma kanë ndërprej. Pse? Se 2017 hini që ky ligji i persona u paraplegjik fuqi. Po, Edhe aplikova une, edhe në therën në kontrol Gilan. E kishin organizu komisioni nivel qeverisë. Edhe një ditë përpara, në therën Gilan, më kontrolon edhe e fitova statusin e personit paraplegjik. Jo, pa bërë kontrolë, se atyre nuk e disha, e ko fitu. Jo, po ta smundën ke dimen, edhe ma vënë një vend spital Parizovit. Edhe i shura kanë tresh në mazdite, po më thirë një numër fix i telefonit. Tha jena pe i zyrës, rajonale Gjiloni, tha, e ke fitu statusin e personit paraplegjik, po ti tha po marrë pension veteranit, e me ligjet Kosovës, tha 2 pensionet nuk takojnë. nuk takojnë. Tha për merë pensionin zgjell, për merë pensionin e Cilin dhe veteranit. me marë, po. Cilin be merë ti më gjithë? Une e marrë tash paraplegjikit. Më kanë detyru më të rjek, mirë pa i shkom për 5 vjetë. Ti e tërhek, po vlerën edhe Se atë me njojnë e veteranit që ki aty, ato janë E po, se... pa kontestuar, më përjetësisht. Në pensioni veteranit ka qenë 175 euro. 375 euro paraplegjik me përcjellës, a kupton? Edhe i shkon për 5 vjetë vendimi, më kish pas ka dhurë dhe po më thojnë me shku në revlerësim apet. Edhe më qonë 2022 apet në Gilan. Se kishin organizu për viti Gilan Kamerica dhe Lovëbërt. Edhe ishën shtëj që shtu në autobatot, ishë dhëtër, 6 dhëtër. Edhe ishë taftu në peseni që s'muj me bojt të isha vesh. Se minan s'kur të tashet ujnë të srejme. Për thonë dhavit, me mrana kështë shumë mërdhina. Edhe në hi ka thira, dulj. I shkon kryetore komisionit Anita Vrajodhe. Edhe një vjetë tash, s'po kujtu e të emri tina, kanë dojnë më kanë filë dirën në autobototës. Ishtë rinë unë të menua që se duku vetat raportet. Edhe veç mi ka shtu sytë, a jetë i filoni, a jetë i prezipi, po 30 sekonda lërë revlerësim. Ka s'met këqyra me lezu dhe shka. Mas 3 ditë më thirë, apet zyrja rajonale e Gjilonit.
Ta qaj dikon unë është me hanë me marrë me di. E quva djonit e shtetin, pej grupit parë, se këto shkrit me grupe, do më hanë, për 5 vite isha grupin e parë, paraplegjik. Pej grupit parë kështë qitë dytën. Edhe shpetim tash 4 vjetë jam gjykat. Gjykat. E kom fitu drejtët me gjys, tash tapet me të majtin e kam me dojnë gjykat të milione Prishtinë. Në grupit parë. Apet ta e ka bu gabimit, Shkollën e parë. po qaj komisioni ka bu. Edhe du me cek një i deputetëve të Kosovës, sa ja ka qenë dhe kryetore e komisionit për mjekësi, Duda Bale. E vetëmi aja ka orë më ka vizitu, edhe nën mujtit mi ka jek barrat, terapil, edhe aja e ka shty procedurët, dhe me thonë se ka qenë kryetore e E komisionit. komisionit. Për shëndetësi. E aja më ka vizitu në Prishtinë, në Gjilane, edhe banat për nën mujtit mi ka, Ti ka siguru. aja mi ka siguru. Bravo i kuftë. E po thëmë drejten, sa ko deputet pjatë Kosova, Plot kjo. po unë e thash, jam me njës, që cilit, Sigurisht. ma tash dullat e deputet, e vetë pja, Me emën. me emën bjemën. Që të ka një mu. E po thëmë drejten, pse mos me folë gjiba po shpetimi, kur më ka një mu. Sigurisht. Pse mos me Se folë. më jam më hu. E vërtet. Bravo. E më shumë i Prishtinës me orë, spital Gjilarës, me të vizitu. E me të siguru barlat, Është për respekt, sigurisht. e po thëmë drejten, Sigurisht. unë e kur një jetë se kom njoftë ata. Po e kam një respekt shumë veçantë ndaj saj. Gjim. Ta kom përvu një njeri me të vizitusat për jashtë. Po Do me më marrë pyete, do me marrë dhe ato për jashtë ashti. Po, Do me marrë dhe me të po dhe me to pak Unë e ashti. kisha po shef, këtë që thonë, pej që ka ndru jetë dhe gjohë. Po, ishte vizita e fundit ka qenë e shaqirë Palushit. Kështë po se plap me pas këto, a? Po kisha po shef edhe më kona i prapë këtë. Na është ta shoh që s'është, po dikush për tina është. Po nuk prish punë dikush sigurisht Dikush për tina është. i stafit ti apo i Dikush. familjes ti. Dikush për tina është. Se jam falendrus edhe miljas. Ty bravo të kofë që je ka që me njës, po na krejt i jena me njës luftës juj, edhe punës juj, që sot na edhe punojmë, edhe bëjmë biznese, edhe jetojmë, edhe jemi të lirë, edhe vina me pa njerës që e kanë ka pushkën me dek për këtë vend, na jena me njës për juve, ju e keni kry punën e juj. Na jena tash do të më kanë shërbim të juj edhe në respekt nda juve. Po ti Na e kemi kry, ju e keni kry. Ti e thonë në fillim, ma në Prishtinë zhiti 20 minuta. Fiks, A? fiks. E 20 minuta mi pason dikujna para 99-ës, që për 20 minuta ki me shkur zhiti, E pa paramendume. ja, se besoj që kish besu dikur, me kupta. Për ta marrë që ato one, Po, pa tjetër. që orë dhaj me të po e me të respektu. Faleminderit, po lirisht. Hajde. Disa thejtë bobja kështë në kujtë pak bashkë. Po, pa tjetër. Veç për da. Që i kështë thonë njerëzve që e lëvizin, i kam kej gjymtyrëse. Po, unë kisha me thonë që e kam fjallën për tritë si ti, që mi këshyrë prind, mi këshyrë familjarët e vetë. Për ata që ka nevojnë mi këshyrë, edhe mi unejt gati, ja kuptan. Edhe unë të përgëzoj se ka qëri, ke gjithë forës, dhe me thonë, kjo është shambull, rasyhet mi u tregu gjenerata tua, a kuptan? Se dikush nuk e di shka do të thot, me konë se nuk o vetë gjim regjipi shtrat, po ka shumë njerës, e unë përgëtoj për këtë guzimin tonë ka qëri, që ke gjithë forës, ke gjithë shpyrt, ke gjithë zemër, me unë me intervistu mua. A kështë luftu prapë nëse kështë pas nevoj. Po du me lidhë me një intervjist e ku për thjellë parë një proba. Në kanal 10 që i ke Rabush Haradile. Edhe e pyti gazetori Rabushi tha,
A I kështë mos, sa qizë për të betë, mi dollë zëtë vene. Po, t'jesh I bindur në ashta, fizikisht, s'kisha mujt, po, me nej dur krysh kisha lejt. T'jesh bindur që këto për shtratit, e kësha do kontributit da. Çka I kështë thënë fëmijëve në moshë temë, që nashta se kanë përjetu luftën, e nuk dinë që është? Po, unë nga sinqerisht e kam vetë fëmijë, edhe për qëta fëmijë kemi liftu, edhe që ju ta gëzoni liri, se liria nuk ta ka pikë për qilës, po e kemi mbrojt me gjak e me sakrificë, kështu që më bëmje mirë, se ti ka qërej për jep këtë shembull, edhe dhe ta di gjithë rotari, se liria nuk ta ka pikë për qilës, po e kem fitu me gjak lirin, e duhet me gëzu këtë liri, po edhe me mbrojt këtë liri. E kam fjallin edhe për gjëratat e juve të reja, si kur ti, që me përcjell këtë mesazh, që me ditë që ky vend ka pas luftë, është bërë luftë për me shtiru këtë vend, prej armikut apo okupatorit tur. Shosën ta prona po djalin po? Ani, faleminderit. Shje, Që mirë, mirë. faleminderit. a je I fort? Mirë, faleminderit, mirë se ke ardhur, faleminderit. Faleminderit, mirë se të më gjetë. I lumi ti, I kujna je dhe çfarë prindi ke, po thamë, dune më konë, jo veç ju si thmi tila, po djoli tila, po krej shqiptaria krenor me Shaqir Palushi. Shumë faleminderit. Edhe ti është krenor, çfarë prindi ki, I lumi ti për vetë. Faleminderit shumë. Faleminderit urnani. Faleminderit. Gjemo, Qysh je ti? Lendriti, djali Shaqës për din. Po. Nuk po dojna me të një mu shumë, se edhe Lendriti tha, po kam jo emocione, se me të po t'ju krenari, apo nuk po dojna me munu shumë Gjemen, më the ma herët që ky shtrat është pak penges për ty, edhe di që ke lyp me shtrat, e shtratin ta ka siguru fondacioni Golden League. Shtratin e ki për jashtë, Ta kem vënu pak, po. ta ka besoj që s'ka pas në emocion ma shpejt, ja, pa emocion, ja, nuk duhet pa që shtë sët. Kludë, a bisë sa që shtë më të shë. I ke kalu kejt të të skita, sot paljat, sot me kanari, jena në moshë jasharve. Muj mi ndollë të emocionet se nga prej që kur në jetë, nuk e kom njohë Shaqir Palushi, as djali të Shaqirit. Po, Zoti po ta sot ka djerin e mirë. Ani, e kem detyrim edhe na. Ty e shokëve tue. Faleminderit, ju jam mirë njas për jetë. Falenderues dhe mirë njas edhe e lusë mallin Zot, veç ai ju është përblerët. Juve, Shaqir Palushi dhe familjen Palushi. Faleminderit. Gjemo, nuk dojna me ta ma shumë kohën, se di që sigurisht edhe kemi trajtu dhe kemi marrë terapin. Edhe unë e falenderoj shumë fondacionin Golden League se bëni punë të mrekullueshme dhe shumë të madhe në këtë Kosovën. Konkretisht Shaqin, po në këtë rast Lendritin, djalin që sot është me neve. Ke familje po tregon që ç'është duhet veni. Më thonë, veni duhet edhe ç'është. Tu bo punë të mira, tu bo punë të mdoja, ju keni kry luftën, Shpetim, tash njerëz të mirë e bojnë paqen edhe ndërtojnë këtë vend. e kom njohë drejtorit, dhe më thonë, Shaqir Palushi, që tu ka qenë kuma vajza ju të ullë. E tha një fjallë, tha, dhe më thonë shumë e drejtë, shumë e reale. Tha, mu s'pa ka mojtë me shkullu, po, tash du me bëjt diçka tha për këtë vend. Edhe kjo një dhe lufte. Shashtor. E nuk ka veç lufta heroj, po dhe paqja ka heroj. Absolutisht, E po. për mua dhe për çdo shqiptar, Shaqir Palushi është E vërtet, heroj i paqës. e vërtet. E po të thëmë drejten,
që kur një jetë si kom njoftë, që mu me u deklaru dhe këtë driti. Shpetim unë e kam një dhërot më dese për Basëshoq. Hajde. Mu më ka u dhërot për unë për të mja dhënë. është një dhërot shumë e thjeshtë. Për bis pak, bëjtë shaqës e neve, gjemë se shaqëa është lajë për këtushit, me mullin dritit. Juve ka një kohë. Na ka një kohë, pasim të shumë. Faleminderit. Qka dhe me që shaqës? Hajde për hajgo. Po nuk ka nështë diçka ma të bukur, kështu është një, na i kemë thonë brisk të nëhere. Na i mollë me qiru Na i mollë me qiru, dhe mashallah kanë pak, një 40 hektarë molla. Faleminderit shumë. Qëllën për shaqën, dorata për shaqën prej gjemës. Shumë faleminderit. I bën fola edhe ju jam falendrues. I molli Zot ai ju shpërblet me Shumë faleminderit edhe për te. Amin, faleminderit. Faleminderit shumë. Po vike të ashur e patë që të burë që të në shtratë që 18 vjetë, edhe ja pat guximin edhe formulimet që na i dha sëb, na dha gajret neve që i kem krejt gjymtyrë edhe lëvizim për ditë në Kosovën e lirë që falë pushkës qëty në burrave sëb i shkojmë skaj Kosovës edhe veç Shqip një në gjim. Dazma Shqip, atmosferë Shqip, tu maru ndërtesa Shqip, tu bo punë mëdha Shqip, prej këto dengu për me Greqi Shqip, a ka ma krenari. Kështu që një krenar për të kalu më tonë. Ma bone pyetje dhe ma ban. E një krenar vetën. E një vetën krenar dhe jam shumë krenar dhe të t'jam dhe i fripën e fotit. Dhe me thonë, me të vërtetën e UÇK-s. Se e vërteta do të delë shumë shpejt shesh. Për ata prisat tanë që i kemë në hogë, edhe do të dolin triumfos në emrin e Zotit. Amin. E po tanë shumë shpejt. Jom një bitun në sot, që shumë shpejt kanë më liru dhe kanë më konë triumfos. Se Shpresoj. e kam atë bindje se e vërteta e UÇK-s. Do të Është delë e pastër. E pastër. Si luti. E qaja unë krenar jam se e ditë vërtetën e UÇK-s. E kitë kjo. Sigurisht e po. Gjem, faleminderit shumë. Faleminderit edhe Me për shpresën ju. që kena më po prap bashk, Po patjetër. edhe me fol, edhe me të vizitu, edhe me të pa qështu, krenarët, pa dorëzum, edhe shumë lëzarak. Bravo të kuft. Faleminderit edhe unë ju jam një njas. Ty shpetim disku e vojzës tonë, stofit tonë. Na nuk kena bo kur gja. Jo, Na kema, kena bo një kema. punë shumë të vogël që më me bo secili për neve që merret me këtë punë. Unë e falenderoj shaqen edhe normalisht ty mas pari që je kaq i purt, edhe për të kaluar tonë, por edhe për tashmë tonë që je kështu. Edhe, domethënë, Basëshoq që thash, e rasti i fundit ka qenë Basëshoq, edhe një mos u hin hak. Gjithë aty në njerëzve që edhe me njerë që më kanë ndihmu, Sigurisht. mos hisen shumë, ju jam falendërues Për jetë. edhe mirënjohës për jetë. Për gjithçka, edhe për vizit, edhe për ndihmë, edhe për gjithçka. Po, Basëshoqo një rast më i freskët, domethënë. Edhe, domethënë, ata njerëz nuk i kam njoft, por rasti konkret Basëshoq kur jetë se kam njoft. As nuk ka njoft. Shumë mirë që jeni njohur për të mirë dhe për punë të mira. Gjem, a na liron neve me shku në autostradën që tha më herët për 20 minuta me shku në Prishtinë? A jenë lirë? Po, të lirë, faleminderit edhe një herë. E lëndriti prej këtu, mandej rrugës Komit në Savarek, për një 35 minuta. Faleminderit shumë për i te edhe për pritjen. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.